Atëherë përmbledhja do jetë si çdo janar tjetër, edhe ky janar është po me të njëjtën intensitet. Ne kemi pikun maksimal, pra në pikën maksimale të tij arrihet pikërisht në fund të janarit dhe zgjat edhe në mes të shkurtit. Është normale, po thoni ju. Pra, këto shifra që ju përmendët pa diskutim që janë normale dhe janë të pritshme. Ajo që ju përmendët dhe me të drejtë se fat që është disi më i ashpër krahasimisht me rastet e tjera ose me herët e tjera, për ta bërë edhe një çik më të qartë, kemi të bëjmë me situata të gripit të tipit A dhe tipit B, por në rastin konkret kemi tipin A H3N2. Pra ne kemi folur për H1N1 i cili është prezent, është H3N2 që është njëri prej varianteve, dhe po kështu qarkullojnë dhe virozat tjera siç është edhe Covidi, por edhe viruset e tjerë sincicial, të cilët më së shumti kapin në pjesën e fëmijëve. Pra, para në këtë këmbvështrim mund të thosha që problematikat vazhdojnë si virozat të spinës.